Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen së ejtës në fshatin Leshan të Suarikës, ku një 33 vjeçar ka humbur jetën si pasojë lëndimeve të marra pas rënies nga një pemqërshie. Sipas njoftimit të Togerit Bytyqi për televizionin Besa, më 11 qershor 2026, rreth orës 20:30 minuta, policia është njoftuar nga emergjenca Suarikës se FB, mashkull rreth 33 vjeç, ishte transportuar me autoambulancë nga shtëpia e tij në fshatin Leshan, pasi që kishte rënë nga një pemqërshie me një lartësi prej rreth 5 deri në 6 metrash. Fillimisht i lënduari është dërguar për trajtim në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ndërsa më pas është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Megjithatë, rreth orës 21:15 minuta, mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij. Në vendin e ngjarjes kanë dalur njësitë të relevante policore dhe hetuesit kompetent, të cilët në koordinim me prokurorin e shtetit kanë iniciuar rastin si hetim i vdekjes. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.